Ardian Jasici, intervista quhet zgjedhjet dhimbshme janë sende imagjinare, situata imagjinare, mujnë ashta rrallë më ndodh, qofse se ki po nuk ki çfarë pa jap një përgjigje. Quhet zgjedhjet dhëmshme sepse tri zgjedhjet për zgjedhjet janë dhëmshme, po s'ki çfarë pa zgjedh njënën. Nuk ka kur gjë për ma, po mundet me qenë për një ma. Jetë tu e shkru një artikull roz për Dafina Zeqirin. Dhe të dashun e saj më të ri. Një paparacit ka kallëzu që ekziston foto, ti po pret me ta pru foton që ka bo. Po ala pa bo foton në artikull e ke shkru që i dashur i saj është një facer edhe i multimilioner. Të gatshëm e ki artikullin. Vjen foto, edhe çka me po ashet që në foto është Dafina me hiç ma pak se babën ton. E roj babën ton. Ti, zgjidhet i ki, e boton artikullin pa ndërhymje, që ki bo, në ndë. E stopon artikullin edhe thirr nonën me i kallëzu, edhe në tre, e thirr babën, i thu babë, ami 200 euro ndash mos me ta botu. Ja, bëtaj artikullin. E boton? E bëtaj. Për më fry baba? Jo, nuk është puna për më fry baba, mirë po nëse unë e kom bo punën deri që me shkru artikullin, pavarësisht kush është ai person, unë e bëtaj. Nëse është edhe vllau edhe ose është edhe motra në këtë rast. Artikullin ala pa po, ki shkru facer multimilioner, s'mi ndryshu. Pa e tash nuk e ndryshoj, mirë po thëmë që në fund shtoj një pasus ose diçka tjetër, e thëmë atë ku shkruj që do thotë ka qenë edhe befasi, edhe për mu, që do thotë burimi ka dalë ashtu që të kukon baba jam, do thotë unë se pas në di. Mirë po bëtaj, nuk ndali artikuj për shkak familjes, nuk ka ndodhë kërë, as ta nuk e baj. Pyetja tjetër, Asociacioni Gazetarëve Botnor të zgjedh si gazetarin e vitit në botë. Edhe në momentin që del me marrë çmimin, se ki prita çmim hiç, mendohesh se kënd ki me falendëru për të arritur atuja. Edhe masi është kohë shkurt prej karrikes deri te foltoria, bllokohesh edhe të bin mend çatë për çaty vishtreja që mundesh me ju falendëru. Falendrimet në ne, jetu me nu. Falendrimet më të mëdha e takojnë Berat Buzhales, që ku pas mësuesin tam tjetës në gazetari. Në ndë, falendrej Selim Pacollin për rrogën më të mirën që ta ka japët ka motivu. Edhe në tre, e falendrën që Agjin e Banesës, që s'ja ki japë hala pare të qiras, e me qato pare e ki blej jurin për me ta japë çmimin e pare. Nëse me në këtë një 3 përgjigje me u përgjigj, atëra falendroj Beratin. Veç është fjalla dhe thëtë sa kom pas kryeredaktor. Jo si deputet, mirë po si kryeredaktor. E falendroj ata, sepse Berati si gazetar është shumë gazetar profesionist. Edhe mendoj që është hala njëni për gazetarve ma profesionist në Kosovë. Që thëtë ashtu, nuk e di tash për politika, ajo është gjykimi që e populli për politikë për ta, mirë po, sa i përket gazetarisë, Berati është, do thotë, unë prapë mendoj që është njëri për gazetarëve më të mirë në Kosovë. Pyetjet e kuptova, pret në lidhe, se lidhe më skajt është gati, më thojnë, është shumë rëndësi që publikisht, po pohon, do të thotë që fse merr në herë çmimin për gazetari që e falendron Berat Buzhalen. Po, absolutisht, do të kom mësu shumë gjana për ti. Nuk e thom ta, jo veç për Beratit, po për këtë gjithë bashkëpunëtorëve të mi. Do ta vazhdojmë intervistën më vonë. Vazhdojmë me pyetjen e tretë. Po. Koha po hec. Jetu e shkru librin për jetën e Naimit edhe të Mihrisë. Po. Memoret e veta ti kallëzojnë ata, herë Naimi, herë Miria. Edhe një natë me Naimin tu shkru, ti shkon ka herë me najtë ata për mi shkru ato, tu shkru i një ullë tu pi, edhe tu po ma betë në zënë Naimin Akia ta kallëzën një seket. Që kërkon i vogël, dhe në moshën 10 vjeqare, ka pas qef me ly bus me karmin edhe me vesh fustëna me kordela. Ju zënë gjumi, edhe në mëngjes kër këfili, vjen Miria mi u qitë qaj. Ta shenë fletorën ku ki shruti për Naimin, shaka pas se këtë, më ly me karmin. Ti normal s'dën me botu, po Mirijës dush me ajap një vërzgjen, që është ka pret, më uklagi i ndorë. Tash, zgjidhe jote, a i thu që është e vërtet që ka ki shkru, e këqyr ka pikërset uklagia kres Naimit, edhe ti
Versioni 2. A i thu që ti ki bo hajgara ki shkru pa lidhje, e këqyrë ka po të kërset ty oklogia, atë kërset këtë, e ja merë oklogin për i dorës, e ju hit dajak dyve e shkyn librin këtë. Pak shtirë këtu. Pa tjerë ty Po më rëshën zgjedi të parën, versionin e parë. Tash s'po maj mend që shke formulimi. Mirë po i thom që është e vërtet, pavarësisht do të thotë asaj. Edhe qëtë libra, po veç ndoshta ai shtoj, i thëm që na kem bo, domethënë kemi kon të pitë ose diçka tjetër, pra pikëshyrim të diskutojmë edhe herë. Naimin ashtu, nuk ka Me Naimin. Kur të gjotë shkruam atë mos ki qaj shton ose më Po ngën. tash O shkrua edhe ka në zona, ja. Kjo në këtë rast do thotë kjo është mirë edhe për ta, sepse është edhe një kujtim interesant për ata ditë. Edhe njerëzit ku ta lexojnë keshin, do thotë. Keshin, po. Pavarësisht asaj, do thotë bëhet pak hin pak një farë elementi kështu i këndshëm. I lexoj, që shtin me lexu edhe tutje se tutje me s'pëdel. Ty po, e më në qafë Naimin. Atëra ai vendos atë. Pyetja tjetër, do më thonë e kallëzën e po prallë Naimin. Naim, mesele me ta botu librin. Ti e koleksion... Po s'në ima Naimi, ku në i Naimi. Ti e koleksionist i botimeve të ralla. Po. Edhe është interesant që vishtin këtë botën, i ki ekzemplarin e vetëm të librit Generali i Ushtrisë së Vdekur të Ismail Kadares. I ki ekzemplarin e vetëm të librit Vdekja me vjen për syve të tillë të Recep Qosjes. Edhe ekzemplarin e vetëm të numrit të parë të Gazetës Ekspres. Shumë ftoftë. Jetu ngri. Për acarit, tu është më nxemë dhe shka. Ki vish një shkrepse, edhe s'ki më shka mi dhe zjarin përveç 3 ekzemplarve. Me çka nxehesh? Tash, këtu është puna e ekzistencës. Po ta tregoj një dokumentar që e kam pa. Thotë kur është puna e ekzistenca e jetës njeriut, thotë aty ne i marrin dokumentarët dhe i qesin 3 majmuna. Majmuni konsiderohet si një shenje pak më afërt me njeriu. Edhe ja marrin edhe ja lojnë djemt, kjo po majmunat e vogël, do thotë si tham aty klysho se si ti thuhet tash. Aty ne edhe ja lojnë dorë. Edhe janë shojnë dhe ja rritin temperaturën në anave të veta, do të thonë të komtë. Edhe vjen një moment, do të thotë se kur e hupin ata, e mbajnë, do të thotë të voglin e tyne, e mbajnë dorë, mirë po vjen një moment kur hup kontrolla edhe e nshojnë edhe hypin mi. Fëmijë, do të thonë është instinkti i mbijetesës. Kështu që në këtë rast, do të thonë nëse bëhet fjalë për instinktin e mbijetesës, atëherë unë është instinkti i mbijetesës, po tash ti e kisha fillu, do thotë me do thotë ndoshta të trijat. Ja, një kemi zgjedhur, s'ka ndoshta të trija. Po pikërisht është kjo qëllimi i pyetjes. A kështë djekë ekzemplarin e vetëm edhe kështë duk të Ismail Kadares, të Recep Qosjes apo Gazetën Ekspres? E kësha rujt, do me thonë ekzemplarin e Generalit të Ushtrisë Vdekur. E kështë rujt? Sepse mendoj që... Edhe një dushmi ujë, se vish me një nëzëjash? Po mendoj, ato e kësha rujt, do thotë. Edhe një dushmi ujë, se vish një ki me kallë? Vish një ku me kallë. Do me thonë 2, atër kësha rujt ekzemplarin e Ekspres. Gazetës. Jo të Recep Qosjes. Vdekja me vjen për syve të tillë është roman i mirë, po në këtë rast do thotë është edhe puna e me, po mendoj puna ime në Ekspres. Ardjani si që thotë që më një Ekspresi se Recep Qosja. E kisha rujt do me thonë punën time, në këtë rast. Kisha rujt si vepër. Mala? Shumë. Si nana. Qa me bu? Ke qenë edhe ushtarë në që kjo? Po, nuk kam qenë gjatë, mirë po kam qenë. Po. Po në listën e aplikuzve tash për veteran të luftes, ki mundësi me i këqyrë tash për aplikojnë tonë, dullen 50 e sa mi, për 7.000. Sa jenë në shpena, plakat ishim të konë në ushtarë. Këtë ushtarë. Në listën e aplikuzve për veteran të luftes, bjenë sy edhe em një baton haqirët. Si pjestar i brigadës ku ke qenë ti, plus me një dëshmi nga komandanti ytë, që thot po që ashtu u konë. Ti e din që së konë brigadën tonë, po nuk e din a u konë brigadë tjetër. Ti vendos që me shkru një artikull për dëshim ti, tash, zgjidhja jote. Qysh, e shet që edhe komandanti o ka thot që po u konë batoni, ti e di që së konë. Ti vendos që me shkru një artikull për dëshime tua dhe si dëshmitar, për atë ku e merë vetën së rojnë edhe jo vica tani shiqin,
Në 2, e thirë batonin e thu, api dojmë parët e pensionit për gjys, apo në 3, e kap kujtë në dorë, edhe veç qyrë me të ardhe inspirimi për me shkujt një vjerë dashnije për Carla Del Ponten. Treta, më pëlqen e treta. Vjerë dashnije për... Tash nuk e di pse më shumë. Nuk e pëlqen e treta. Mirë po, jo, është pak, unë për veti nuk kam apliku për lejet, po mendoj për këtë lejen e veteranit. As nuk kam as atëherë, as në të nonën, as tash. Nuk edhe pse jem konë ushtar, jem kom pranu me hidë thot në ushtri, edhe pse kom pas në të kohë thot i kom 17 vjeç, jo ma shumë. Kom hidë thot i kom kryu ushtrime. Definitivisht i letë të tjertë me marrë, dhe me thonë edhe pse i gazetari i letë të tjertë me marrë. Absolutisht, ne kur nuk kom mendu me konkurru për status të veteranit. Në këtë ashtë përshet që batoni u shkru. Zbjeve të një sanë këtë tjetër ata opilem u shkru. I le dalave ta? Tash në këtë rast ai nëse konsideron veten që o konë pjesë e luftës. Ti pidi që jo, gazetarje? Unë pidi që jo, mirë për tash në këtë rast pa ka shumë... Gazetarë pa më varë në i nanush, nuk ka gazetarë pa më varë. Ata s'ka din që jo gjithë do të më konë e di. Edhe une s'moj me pranu. Jo, une absolutisht nuk ka mediat lira, po s'ka gazetarë pa më varë. Ja, absolutisht nuk du për me... ndoshta se kuptova mirë pyetjen, mirë po në këtë rast do thotë nuk e kisha... Se ka kuptu pyetjen. E ka kuptu përgjigjen. Po, ma mirë është një mbyllë sytë do raste se nësa i konsideron për me hi, do thotë okej. Është 12:06 minuta, Bitonia duhen me u bogati, unë do të shkoj me blok marketingut me këtë pyetje të fundit për Ardianin, me cilën pyetje dhe do ta përcjellim për këtu. Të kanë qitë për punës, edhe këtë familja më varën për teje. Këtë i kanë sytë ka ti. Po një shtëpi botuse, e din që ti je shkrimtar dhe shkruan, edhe ta ofron mi shkru një libër historik, ata që shtojnë. Temën ta japin, ti shkruaj çka dush. Ama tema e librit është libër historik që ka me met historia e librit. Tema e librit është, thot zgjedha, një libër, Skënderbeu ka qenë jahudi. Libri i dytë, Hashim Thaçi, shpiun i Qipros. Ane që është. Apo e treta, familja Jasici, themelues të dinastisë së parë kineze Ming në Kosovë. Mendo. Po, s'po di dhe. Malar shumë. Po lot parën. Po lot parën. Sa edhe mendoj që ka qenë pak i... Lëp më rëndim për kojshive se mos po ka banë. Po, unë ashtu po mendoj. Lëp ndim për kojshive se se ka mos qenë po ka shqiptar, banë. mirë po mendoj që ndoshta politikat e tij kanë qenë pak. E kështë shkru, e kështë bo jahudia. Kisha voja di pak. Ata ne këshëm thonë jahudia ka shkru. Po dhe be jahudi të shkruin që është rrejnë, Mine mason, illuminati. Ana këshëm thonë jahudia pas ka shkru. Ja, valla ille. Ja, që ke përgjithë në përqaj. Matë no, mën. Faj. Po gjatë deshte me Këto t'lyp. është problemi, do thot. Skënderbeu, njerë ka qenë musliman, atër u bo, do thot, i krishter. Kështu që nuk ma men, edhe kështu që nuk i kish pas problem u bo dhe jahudi. Jahudia pak mera. Veç ajo. Jahudia ka një për mas një tjetër, jahudi nuk ka laj me thonë më bo jahudi. Qa me thonë, do të tash në këtë rast, do thotë, në këtë rast, do thotë shqiptarë nuk i këshyrin për të lajfen. Tash të qyrim se valla. Shqyqyr që janë... Tash po, jenë të e këshyrim, mirë Veç pas galëzaj. Shqyqyr që janë temat imagjinume edhe na veç mujim me bo pakën humor edhe këtë me këty. Ate shkoj me një blog marketingu, falenderojmë shumë Ardian Jasicin për pjesëmarrjen e intervistë.